Ndërkaq, vërëntonjësit ishin kthyer duke sjellë lajmin se mbledhja e ushtarëve ishte pezulluar, se sultani e kishte shtyrë mërinë e armëve për më vonë dhe se kishte lënë krejt luftën e periodit për në stinën e pranverës. Dhe me të vërtetë, kur Murata i mori vesh se rrethimi i Svetingradit ishte hequr, e ndërprerur me gjithë shefgatitjen që sapo pat filluar me aq zjarr gjatë atyre ditëve, duke ndryshuar vendimin dhe duke nxjerrë me urdhë të shpallur botërisht një dekret të ri, që gjithë radhët e ushtrisë dhe kapedanët e caktuar për të mblidheshin në 15 mars në Adrianopol. Ai dëshironte me të madhe që ta mbante të fshehtë nisjen e vet për në prirje, dhe mos e zinte në gojë rrethimin e krujës. Por puna duke aq sheshit ka shenjat e vërteta, që të gjithë kishin të prerë dhe ishin krejt të sigurt se në atë luftë ata do të kishin për armik Skënderbeu. Kur dëgjuan për planin e Tiranit, edhe tanat morën pak frymë dhe sikur u çliruan nga mjetimet. Kështu, ata e përgjysmuan me një herë rojën, atje dhe lanë një numër që me zjarrinte në 2000 njësi, cilët me konaqe që ndërtuan sipas mënyrës ushtarake, i bën ballkohë së keqe të dimrit, saqë u mundua më mirë. Të tjerët i dërguan në shtëpi. Skënderbeu dhe Mojsiu dhe me disa nga të vetët kthyen në Krujë, qëndroi për disa ditë aq sa u deshën për të kujdesur që t'i shtoheshin qytetit disa forcoma dhe t'i siguroheshin muret, të ngrënë nga vjetërsia e gjatë në drejtim të Tiranit. Pastaj, me që zduronte do të rinte pa punë, siç ndodh nga hera me të, filloi të fluturonte me robe ushtërori të thjeshtë dhe me dhjetë e shumë kalorës, herë tek mbretërit fqinje e princerit Farefis, herë tek kryeparët Venedikas, duke i bërë të ditur për rrezikun e madh të luftës, që po u kërcënoi, duke dhënë njëkohësisht zemër me fjalë, që anguliste fort në mendje. Por thuajse pjesën më të madhe të atij dimri, ai e kaloi në shatoret bashkë me atë rojën në hyrje. Në Maqedonis, Svetingradasit zor t'i shikojnë të ëndeshin përpara portave, sepse ata i shqetësonte, sa s'mund të thuhet të shtonte frikën vetë afërsia e kampit armik, pjesa çadrat e tanëve ishin largu se andemi pak më shumë se 100 state. Si kalon kështu vështirësitë e dimrit, pranvera që po vinte solli me vete shqetësime shumë më të mëdha, mundime të dheza për të gjithë dhe për secilin. Skaloi natë, skaloi ditë, pa lajme dhe pa letra për kastriotin. Munjan të aratisur që spushonin sa ardurin, çdo ditë, me anën tjetër disa barbarë, dhe se haronin miqësinë e vjetër, dhe që i njoftonin kryetrimit planet e Tiranit me shenja jo të erëta. Edhe ati, shtonin kujdesin për çdo gjë që i duhej të bënte, edhe të tjerëve, shtinin frikën apo ndiznin zjarrin në zemër sipas natyrës së secilit. Por më qenë se masat për qytetin ishin parashikuar me kohë, dhe se nuk ishte bërë ndonjë ndryshim në to, u mbetej vetëm një hall i vogël, të forcohej një farë ushtrie për të ndrydhur kundërshtarin, kur ta donte nevoja, si në vend malor, si në fushor, dhe për të penguar dikur siç patën bërë sa e sa herë me sukses në rrethimin e Svetingradit, sulmin kundër Krujës. Skënderbeu kishte atëherë pranë nga paria vetëm Mojsiun, Tanushin dhe Stresin, sepse të tjerët ishin caktuar me detyra të tjera të domosdoshme dhe ishin ndarë nëpër qytete. Ata i dërgoi me të shpejtë, andej këndej për të mbledhur ushtar, por meqense vendi ishte si i shkuruar nga burrat dhe pothuajse gjithë lulja e rinis ishte dërguar nëpër qytetet e vetëve. E tjera kaluan shumë ditë në këtë punë. Këndej thonë se Skënderbeu ishte marrë me rrogë në atë luftë. Shumë nga ata u ishin shtruar venedikasve dhe disa nga ata të viseve më të afërta të Dalmacisë, me qëllim që ta siguronin vendin me forca më të mëdha. Ndërkaq sultani kishte mbledhur në kohën e caktuar pjesën më të madhe të forcave, por mungonin edhe shumë mira akoma për të formuar plotësisht ushtrinë në formën e saj të mëparshme, sepse gjithë secilin e vononte qoftë largësia e vendeve, qoftë vështirësia e rrugëve. Sa të plotësoi pra gjithë gaditja, ai harxhoi kohën me sigurimin e sendeve të tjera, të cilat dukeshin të nevojshme për një ndërmarrje aq të madhe, dhe në radhë të parë, ngrumbullimin e ushqimeve, sado që pjesa më e madhe e ushtarëve ishin porositur të sillnin ushqime me vete për shumë ditë.
sepse besoi pa pikëdyshimi se armiku jo vetëm që nuk do ta linte, po kur grui në fushat e korrura, por do të thërmonte dhe do të prishte edhe vetë kullotat e barin, sa për të merrte vesh ardhjen e tyre. Përretimi nuk gaditën gjithfarë mjetesh, pothuajse të panumërta, me tyre shumë vegla fushore, prej hekurit dhe një numër i madh qyshqish të hekurta, si dhe disa pllaka të përkullura. Gjithashtu, prej hekuri për të hapur, siç ndodh në shesh më vonë, llagëmes sepse tirani i që mbushën mendja se me këtë mënyrë mund t'ia ngrinte mjaft lehtë pustin qytetin, i cili ndryshe s'mund të shtihej në dorë. Gjithashtu, gaditën shumë makina më të vogla, të cilët mund të mbaheshin me kafshë. Për të dedhur për dredhoret më të mëdha kishin marrë metal të papunuar. Kur bën të gjithë gaditjen në mënyrë të mjaftueshme, dhe plotësuan numrin e caktuar i forcave, si shepohin të gjithë në zërin 160.000 luftëtarë. Përveç tregtarëve, punëtorëve, mjeshtrave të çdo lloji dhe farktarëve, cilët thonë se i shkuan pas asaj ushtrie me rrog nga mbreti prej arkës së shtetit dhe nga dëshira e fitimit, sepse besonin të gjithë që rrethimi i Krujes do të ishte më i gjatë, si rrjedhim, dhe qëndrimi i tyre në Pyr do të zgjatej më tepër, por arsye se me qenë që fliti me të madhe në popull për forcomat e qytetit dhe për pozitën e tij të papranueshme. Murati ishte vendosur të mos kthehej në Adrianopol, pa e shtënë atë në dorë.